se ai është politikani më populist që dohet më shumë nga qytetarët britanik. Prandaj unë nuk do t'i visha shumë vëmendje deklaratave të Nigel Farage, sepse ai është personi që bën një qëllim gjithmonë dhe ndonjëherë absolutisht është e tepruar dhe mendoj që deklaratat dhe replikat mes tij dhe kryeministit të Shqipërisë besoj që qytetarët britanik nuk janë ato që duan të dëgjojnë dhe të shohin për ditë në jetën e tyre të përditshme dhe padyshim unë besoj që kryeministi Rama nuk duhet që të dorë për flak për flak të përgjigjet Nigel Farage, sepse ai është një politikan që nuk besoj që të kryeministër britanisë, por gjithsesi ka popularitet dhe është një person që kundër emigrantëve, ka që nga gjeneza e tij me Brexit, me lufta që bëri për daljen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Mos harrojmë se Nigel Farage ishte një deputet i cili ditën e fitores së referendumit doli para parlamentit britanik dhe me bill në dorë festoi pavarësinë e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Ne dimë që Britania s'ka qenë kushtuar ndonjëherë, kështu që janë thënie bombastike të tij për të hequr vëmendjen dhe për të hequr elektoratin se ai është shpëtimtari i Britanisë në luftën kundër emigracionit. Pra një politikan ekstremisht populist, por ju tha që unë nuk do t'i vija rëndësi, por Edi Rama i vuri rëndësi, kushtoi rëndësi Nigel Farage, sa që reagoi me një shkrim të gjatë, një mesazh publik, kundër të tjera e ka ftuar Farage që edhe të vizitojë Shqipërinë, ndërsa ka sfiduar atë që shifrat që e ka dhënë janë realisht të pa vërteta. Ka marrë ndo pak ihon kjo përplasje në distancë mes kryeministrit shqiptar dhe politikani britanik në mediat britanike? Padyshim që ka marrë jehon dhe ka qenë në gjitha mediat britanike, por ajo që është më rëndësishme që Nigel Farage nuk është kryeministri britanik, nuk ka shumicën në parlamentin e britanik, ka të drejtën e fjalës, ka të drejtën e shprehjes, sepse drejta e shprehjes është kudo, por nëse ai bën deklarata të tilla që thyen identitetin dhe dignitetin e një kombësie që jeton në Britani, atëherë duhet të shikohet në prizmin e ligjit për barazinë racore që jeton në Britani dhe nëse qytetarët shqiptar vjen të venduar nga komente të tilla, atëherë duhet të drejtojnë me shkrim kërkesë Komisionit për barazinë racore që jeton në Britani për të hetuar deklarata të tilla nga politikani Nigel Farage. Ka një përpjekje për të bërë diçka të tillë, një nismë për ka pas tentativa të ndryshme edhe gjatë kohës kur ishte ministri Albert Venezuela Braverman edhe ministri i emigracionit Robert Jenrick, të cilët pak a shumë bënin deklarata të njëjta dhe mos harrojmë se Nigel Farage, Robert Jenrick dhe Suella Braverman janë të njëjtit kalibër dhe deklaratat të tilla do të dëgjohen nga Nigel Farage përderisa të ekzistojë partia e tij. Por besoj që kryeministri i Shqipërisë do të ketë marrëdhënie të ngushta me kryeministrin britanik Keir Starmer, sepse ai është drejtuesi i vendit dhe ai zbaton politikat e qeverisë të shtetit britanik dhe nuk është Nigel Farage i cili çdo që thotë zoti Rama do të përgjigjë dhe nuk do të pushojë. Ju thatë që mediat britanike i kanë dhënë hapësirë, i kanë bërë jehon kësaj përplasje virtuale, por si e kanë komentuar? Ka patur diçka specifike? Faktikisht Nigel Farage ban headlines për ditë me ato që thotë dhe mediat britanike e kanë bërë si një mit tani, sidomos mediat e data britanike që Nigel Farage do të jetë shpëtimtari i Britanisë, por ai është një person i cili bëri të mundur Brexit duke menduar se qytetarët britanik se me vërtet të shpëtonin nga Bashkimi Evropian, por duke parë humbjen, një veprim të cilin qytetarët britanik për ditë mendojnë që ka qenë